Real People kam krijuar disa identitete në intervistat që kam bërë. Dhe mendoj që ajo është një gjë shumë e mirë. Pra, krijova një lloj identiteti timin dhe kam bërë ca intervista që besoj me personazhe që do mbeten. Ndërsa momente pastaj të vështira ka gjithkohën, në kohë reale është ende herët, për të thënë që kam patur sfida, sepse vi edhe me një tjetër eksperiencë në kohë reale. Është një tjetër moment, por një moment i vështirë, për shembull, ka qenë momenti i intervistës me Elsa Lilën. Ai ka qenë një moment i vështirë për arsye sepse kur dola nga intervista, nuk e kisha kuptuar vërtet se sa i madh kishte qenë impakti dhe njerëzit ishin ndarë mbas intervistës që kisha dhënë, që Elsa Lila e ftova në programin People, dhe njerëzit ishin ndarë, domethënë, ishte hera e parë që gjeja një lloj shoku të tillë që kudo ku shkoja, në çdo tavolinë ku ulesha, pyetesha se çfarë kishte ndodhur dhe më pyesnin njerëzit edhe nëse ishte e vërtet. Gjë që kjo më bëri shumë përshtypje. Nëse ishte e vërtet apo jo ai reagim, ajo intervistë ka qenë shumë e vërtet, nuk ka patur asnjë lloj note falsiteti, por ka qenë një moment i vështirë